Gjatë një vizite zyrtare në Maqedoninë e Veriut, presidenti Bajram Begaj kërkoi një përfaqësim dinjitoz të faktorit shqiptar atje dhe zbatim të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Vlerësuam se korridori 8 nuk është vetëm rrugë transporti. Ai është korridor energjetik, hekurullor dhe rrugor, dhe mbi të gjitha korridor i sigurisë europiane që lidh Mesdheun me detin e Zi, duke i vendosur të dy vendet tona në zemër të këtij aksi strategjik. Gjatë një konferencë të përbashkët me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Begaj u ndal edhe te zbatimi i projektit strategjik të korridorit të 8. Ne besojmë se përfaqësimi i drejtë dhe dinjitoz dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet shtetërore, zbatimi i plot i ligjit të gjuhës me përdorimin e gjuhës shqipe, i cili ka lidhje me identitetin kombëtar shqiptar, dhe ruajtja e funksionimi i mekanizmave të barazisë nuk janë vetëm thjesht çështje teknike. Ato janë element thelbësor për kohezionin social, për stabilitetin institucional dhe për perspektivën europiane. Begaj siguroi presidenten e Maqedonisë së Veriut se Shqipëria mbetet e angazhuar jo vetëm për bashkëpunim politik, ekonomik e shoqëror, por edhe për promovimin e fqinjësisë së mirë dhe dialogut në Ballkanin Perëndimor.